bisedë lajme të mëdha kryetar. Na trego sepse mu shty me pas konkurrencë me shumë shtete të cilat luftojnë për me pas një event të tillë, arritet që ti me punën tënde të jashtëzakonshme, me qoftë ndoshta edhe me përkraje vetëm nga Komiteti Olimpik, apo me përkraje shumë të pak se sa vendet e tjera ke arrit me marrë një event madhor që ka më bojnë në Kosovë. Po, është vërtet, ne pas një bisede goxha gjatë në muajin tetor me kryetarin e Federatës Evropiane ishte që do të mbahet kongresi në Istanbul dhe pa ta kërkuar që në vitin 2027 jo për kampionatin ballkanik, po për kongresin që të mbahet në Kosovë, gjithsesi në Prishtinë, por arsyet politike të cilat brenda Federatës Ballkanike jemi 12 shtete, po brenda 12 shteteve 5 federata janë të cilat nuk e kanë pranuar si shtete shtetin e Kosovës dhe aty ka shumë probleme të cilat janë të paditura ndoshta për sportin e Kosovës, por edhe për shtetin e Kosovës. Puna ime, serioziteti im dhe miqësia të cilën e kemi brenda jo vetëm Federatës Ballkanike, por edhe Federatës Botërore të Ciklizmit, aty është bisedu goxha shumë një bisedë jashtëzakonisht maratonike të shtunën ku kongresi në mëngjes është mbajtur të dielën. Unë kam kërkuar që kongresi të jetë dhe Serbia ka kundërshtuar në mënyrë decisive që nuk kemi mundësi të marrim pjesë në kongresin ku ne nuk kemi hezituar dhe mirë po kompromisi ka qenë imi pasi që donë të mbahet atëherë pas zgjedhjeve të mëhershme të shtetit Kosovës, zgjedhjeve qendrore, mendojsha që do të kemi probleme deri të mirën hapat më të sigurt. Kërkova që të mbahet me 2027 në Maltëzi dhe me 2028 të jetë një koqir Kosova për kongres. Dhe gjatë bisedave unë kërkova që në qoftë se atëherë bëhet këtë kompromis edhe unë kërkova që të bëhet një kompromis ndaj neve dhe kjo kompromis ka qenë që dua fjalën të më thoni po. Dhe pa hezitim kryetari i Federatës, të cilën duhet ta falenderojmë shumë të Evropës, Enrico Della Casa, kur prej vitit 2008 një lobim të jashtëzakonshëm ku kemi pasur ta bëjmë për të pranuar Federata e Ciklizmit në arena ndërkombëtare, aty ishte edhe kryetari i Federatës Botërore David Lapartie, ku është kryetari i Komitetit Olimpik të Francës dhe anëtar bordi në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe biseda e tyre ka qenë që po të mbahet kampionati ballkanik.